Rregulli ABCDE që ne përdorim për diagnostikimin e nishaneve, nëse ato janë një kancer lëkure apo është një nishan i dyshim. A do të thotë asimetri. Pra, dy gjysmat e një nishani nuk janë simetrik. B është border, pra kufiri, nëse ai nuk është i rregullt. C është color, prania e disa ngjyrave. D është diameter, më i madh se 5 mm, dhe E është evolution, evolucioni se si ka ecur ky nishan në kohë. Pra, në varësi të kalkulimit të ndryshimeve të gjithë këtyre elementëve, ne përcaktojmë nëse ky nishan është një nishan kanceroz apo është një nishan bening. Mos harroni të rezervoni takimin tuaj te dermatologu me dermatoskop për të qenë të qetë dhe për të shmangur një problematikë të mëvonshme.